Me dhe si mundet pa ju dridhu qerpiku, me çfarë pa ftyrësie, ose pa ftësie, ose pa dijenie, ose, mundet një ministër të japi një lajm që s'është i vërtet, pra të mashtroj publikun. Pra, deri të premten, ministri Gogu mund kishte pritur për dhënë atë lajmin e mirë që në fakt të gjithë e presim. Ndaj, ministri Gogu, që shpëndan lajm me krejt të pavërteta, për t'i dhënë Edi Ramës një merit që nuk e meriton, pavarësisht se ne si opozit miratuam edhe rezolutën për të shprehur vullnetin ton, si mundet që të mashtroj publikun, të dalit kërkoj falje, dhe të thoj që ka qenë lajm i gënjeshtër ai. Dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin që shteti shqiptar të progresonte dhe çonte 8.000 faqet, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8.000 akuza të ngecjes së procesit. Si ka mundësi që çmira juaj politike ndaj progresit të një shoqërie të tërë, sepse jeni i vetmi formacion shoqëror që shkoni mbrapa, sepse shkoni 36 vjet mbrapa, dhe jeni i vetmi formacion shoqëror që nuk pasqyroni progresin e Shqipërisë drejt standardeve europiane.